Oh, miste po përbresh sot këtu në Romë, ma ku ti keme? Ku ti keme? Keme Anisa Kraba. Si je? Ti je nga rësitare shumë e Faleminderit shumë. Ma sa intervista ke bon so? Shumë ka bërë. Po ti ke bërë më shumë se mua. Po ma kalon. Ma dhe tani ti e din se po përbresh. Unë e boj pjutat, jo ti. Ti përgjegj. Unë do t'jem edhe për të përgjigjur. Okej, e vendosëm. Si Po si je? Ti rezistojnë, po të bëj pjutat. Unë jam mirë, jam e lumtur që ndodhem këtu, jam e lumtur që ndodhem me komunitetin Arbëresh, është një komunitet që ne shqiptarët atje duam, e njohim, e ndjekim dhe neve na pasqyron atë që ne quajmë Shqipërinë e vjetër, Shqipërinë e Skënderbeut. Sa bukur. Po. Edhe unë e thoj shpejt se është një fjalë te hora ime, te Katundi, Po. të ndijime, është janë di kambana që flasin arbërisht, flasin, kanë di poezi të incizuar Po. kambanat, e një poezi thot me zërën e kësaj akumbor, kundër male për fusha për hapet, let kitoj, se bijit e puheriu ku do t'jesin, ditë e natë piken për vendin ku olen. E me kitë zërë kësaj akumbor, fal në arberin, ka jetra anë e dete. Asaj bukur. Thuaj se puherizve, banorët e Katunditime, Po. Pagorio, i ka qetë duan, si dritë e sidhive, atë mom të vje. Asaj bukur jo. Faleminderit shumë që ndave me mua. E të ndave me një gorë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ja, shumë bukur. Në kulturë kjo lidhje ancestrale, shumë e vjetë që na lidhen këta di popële që vetëm një popë. Është vërtet. Po, është e vërtet që jemi vetëm një. Edhe ju jeni pasqyrimi i asaj që ne kemi qenë dikur, që e lexojmë nëpër kronika, por sot kushdo që ka dyshim që thonë e kemi lexuar, mund ta prekin dhe e prekin atë tek ju. Sa bukur. Ti ke shkuar te Katund Arbëresh, ke bën një vizitë? Deri tani jo, por unë kam takuar shumë arbëresh dhe shumë studiues, kam ndjekur a pas hapi gjithë kontributin që ato kanë dhënë për të ruajtur gjuhën arbëreshe, folklorin, kulturën, muzikën, po, të gjitha, kulinarin. Sot kemi provuar disa produkte arbëresh. Sa mirë sot. Kë pëlqen më shumë ti nga këto produktet? Mua më pëlqen djath. Djath. Sa më pëlqen. Edhe kam provuar edhe djath shqip. I po do më thuash prap nga ato që më tregove tani që më emocionove? Se unë s'li dot. Pa emocion. Ka pëlqia jo poezia. Shumë pëlqeu. Edhe mua, unë e thue, e lexoj kurse disa herë, e nga herë që lexoj e tho, qarë. Është vërtet të shpërblesshme. Po si të duk aktiviteti? Jeshim bënin pjutet mua. Ka. Sepse neve padyshim ne që erdhëm e kemi pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Mora dhe lajmin e mirë që tashmë dosja kushtuar traditës arbëreshe shumë shpejt do të bëhet kandidate për UNESCO. Kjo një lajm shumë e mirë. Shumë e mirë. Unë mendoj se mund të hapin disa udha të reja për ardhmen e arbërisë. Udha të reja, pastaj pasuria kulturore e arbërisë, jo vetëm e juaja, po do të jetë gjithë botës, sepse meriton të jetë gjithë botës, aq i vjetër sa është. Është një shkretar shumë i njohur në Arbëri, më falni. Jernindo Rada. Rada ed è një italian, që Pier Paolo Pasolini, ai dhe ish një incizim, regjist filmmaker. Edhe ai ka thonë se arbëresht janë një mirakoll antropologjik. Është e vërtet. Do se do të mbaj emrin moti i madh. Dhe te moti i madh është gjithë kjo pasuria që ti më the. Pasuria e jashtëzakonshme që arbëreshët kanë dhe që studiuesit e kanë gjetur vit pas viti, pra secili ka vendosur nga një gur themeli për ta zbuluar dhe për të kuptuar se sa të pasur jeni ju këtu. Sa bukur. Edhe faleminderit që keni nevojë shumë are, sepse kur isha i vogël, mama, babi im flitin arbërisht. Po. Unë nuk flitja italisht. Flitam vetëm arbërisht. Kam mësuar italisht si gjuha dytë. Gjuha e baresh arbërishtja. Gjuha nënës. Edhe mua unë kam te vesh time, si thon vesh,
kam fjalë të mamsën, na jemi albanezi. Na jemi albanezi. Na jemi... Ma ku ish Albania? Unë nuk e di jam... Kush është kjo toka që i këndoni? Albanezi, unë nuk e di. Kush është kjo e bukur amore? Kam shkuar te herë e parë në Shqipëri, që isham i madh. Kisham 30 vjeç e kur kam rënë te herë e parë, kam qarë një emocion shumë e madhe, duk se ishte moma im. Unë me si po drejt që ti të vi sërish, po kësaj radhe, do takohemi dhe bashkë. Jo, unë do të vi në Katunë. Në Katunë, do meritojnë në një vizitë. Absolutisht po. Së hapin zëmrë. Është absolutisht po që meritojnë. Kulturë, këngat, zakonat, veshjat, e pra janë grua të rëbresh. Ishte shumë bukur që të shikoja dhe vajzat e reja, dhe djem të rinj, po. Pëlqenjin vajzat të rëbresh. Që janë të veshura me kostume tradicionale, flasin arbërishte, dhe më thënë një gjuhë që ka kaluar në shekuj, dhe është pasuar nga nënat, nga gjyshet, dhe ato e ruaj me shumë pasion, sepse sot, jo vetëm Shqipëria, jo vetëm... Po, se normal. Pra, se cili shtet përballet me globalizmi, globalizacion. Po, me gjuhët që tashmë janë vërë standarde, sfidojnë pak atë traditën tonë, por me gjitha të, më pëlqen që ta bani, është i palëvizur. Sa bukur, sa bukur. Këta vajsha janë shumë mira se mbajnë ngjallë edhe gjuhën, edhe traditat, edhe identitetin arbrisht, edhe o një luftë shumë e madhe, se për globalizimi ka shumë fuqi, na jemi shumë të vogla. Ma na jemi arbresh. Por keni treguar që keni fuqi më shumë se globalizmi. Na jemi më të forta. Forta, keni bami fort, edhe me si na ndihir Shqipëria, vëllezërat tonë, motrat tonë, na jemi akoma më të fort. Shqipëria do shumë. Jo vetëm komunitetin arbresh, por këdo gjithë diasporën që është jashtë. Ashtu sikurse edhe ju e doni dhe ne ndjejmë dashurinë që keni për Shqipërinë. Sa bukur, sa bukur. Unë të falenderoj. Këtë intervistë falenderoj unë ty. Si duket? Unë nuk e falenderoj. Ma ke bërë shumë bukur këtë momenti, so. Vërtet. Vërtet. Ke qenë një surprizë shumë e këndshme. Faleminderit. Sa bukur. Fjalët e bukura që ke thonë me neve, me Poparbreq, me miqtë tonë. Ti e din se kjo një projekt e bashkisë së Shën Mitrit në Kalabri, edhe një projekt që vete online në Spotify, në YouTube, në Amazon Music, edhe keme disa video të shkurtura në Facebook, Instagram, edhe në TikTok. Unë të thash pak më parë që ideja brillante, kështu që do a them edhe këtu. Bravo. Edhe të uroj shumë suksese. Alla, si tomi në arbresh, rini mirë. Rini mirë. Thank you.